Ka një perspektivë që tha kryeministri pikërisht dje apo pardje, që ishte në Vlorë me operator turistik që s'keni parë gjë akoma se çfarë do bëhet në Vlorë. Domethënë në kuptimin pozitiv që do ketë shumë zhvillime në sektorin e turizmit në Vlorë. Natyrisht kjo nuk është shumë lajm i mirë, se këtu ajo gjë më interesante që pritet të jetë, janë dy gjëra shumë të dëmshme për Vlorën, për turizmin në Vlorë, për jetën në Vlorë, do thoshe unë, për faktin se kemi të bëjmë me një vendimarrje tepër agresive, siç është ajo Sazan Zvërnec, me këtë fabulën e famshme që ka të ngjarë të bërë realitet të këtij investimit strategjik, që është një shkatrim total për atë ekosistem të mrekullueshëm aty, dhe padyshim dhe aeroportin në vetvete që shumë veta e mirëpresin si një mrekulli, por që do të krijojë në Vlorë me këtë fluks të madh të njerëzve që do të vinë aty në këtë hapësirë jo aq të madhe në gjirin e Vlorës, që ka një lungomare dhe shumë pak realisht territor për të patur një lloj frymëmarrje të turizmit. Dhe kjo ngjeshje që tashmë është shumë problematike në Vlorë, ku nuk ka parking në dimër, dhe imagjino në verë kur të vinë këto milionat e turistëve në këtë vend, se çfarë do të ndodhi, që do vinë miliona akoma më tepër nga aeroporti gjigant transoqeaniku që do të ndërtohet aty, nuk e di. Kjo është një lloj çmendurie e tëra.